Sonte në Basel të Zvicrës, Shqipëria do të ngjitet në skenën e Eurovisionit me një nga hyrjet më të veçanta të këtij edicioni, këngën Zjerm nga grupi Shkodra Elektronike. Artistët Beatrice Gjergji dhe Kol Laca sjellin një kombinim novator të muzikës folklorike shkodrane me rrymat moderne elektronike, duke krijuar një identitet të fuqishëm muzikor që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe mediave ndërkombëtare. Pas fitores në festivalin e këngës në RTS, Zjerm u bë menjëherë një hit në rrjet duke grumbulluar miliona klikime në YouTube dhe duke u komentuar si një nga këngët më origjinale të garës. Kritika e huaj ka vlerësuar guximin artistik dhe autenticitetin e performancës që shquhet si një zë i freskët nga Ballkani. Pritshmëritë për paraqitjen e Shqipërisë janë të larta, ndërsa publiku shqiptar dhe diaspora janë mobilizuar për ta mbështetur grupin në natën gjysmëfinale. Në një edicion ku risitë muzikore dhe mesazhet kulturore spikasin më shumë se kurrë, Zjerm përfaqëson jo vetëm një këngë konkurrente, por një shpërthim identiteti që vjen nga zemra e veriut shqiptar.